vendin tonë për shëndetin mendor, sidomos prej kohës pandemisë e tutje. Shëndeti mendor është pas që rëndësishëm sa dhe shëndeti fizik, kështu që na gjithmonë kur kemi diçka probleme ose ndonjë smundje ose ndonjë shqetësim që ka bazë organike ose fizike, na gjithmonë e marrim iniciativën edhe shkojmë te mjeku ose marrim masa do thot për atë çështje. Mirë, po për shëndetin mendor sikur kanjëherë e neglizhojmë pak ose e lojmë anash ose sikur kemi frikë ose ndoshta për shkak stigmes ose paragjykimeve që mundem me i pas prej rrethit edhe sikur kanjëherë e lëmë masdore derisa bëhet boll. Kështu që edhe shëndeti mendor ka një limit do thot ku njeriu patjetër do thot duhet me ja bë çarën në një farë mënyrë kur vjen deri te ajo pikë. Mirë, po shpeshherë për mos më shku deri tek ajo pika do thot ku është patjetër, ne shpeshherë është mirë me qenë më të kujdesshëm do thot se si me rujt ose si me menaxhu me veten tonë, jetën tonë të përditshme. Edhe me para përgatit veten për ndonjë situatë pak më të rëndë. Ishte postimi pikërisht yll që e kishe javën e kaluar sa i përket aktiviteteve fizike se si ndikojnë gjendjen tonë emocionale, sidomos kur jemi tek traumat e fëmirisë, shpeshherë të cilat pa vedije i bartim në çdo trop, sigurisht si kujtime tek mira ato dhe të këqija, po në këtë rast çka më interesoi momentin që e pash si titull, si ti dallojmë ne këto kujtime, a janë traumatike, se shpeshherë nuk është që jemi të vetëdijshëm komplet se a është një kujtim i mirë apo na ka lënë traumë diçka tjetër në jetën tonë. Për me kuptu më së miri, do të thotë se është diçka traumatike, gjithmonë e vrem për shembull në përditshmërinë tonë, nëse ajo po e prishat stabilitetin tonë ose po e prishat balancin ose ekuilibrin tonë ditor, atëherë ajo domos do të ketë bëjnë me një traumë, diçka të përjetuar ndoshta më herët ose më vonë, nuk e dim. Sepse ky spektri i traumës është shumë i gjerë, do thotë edhe duhet pa do thotë në veçantë se për çfarë traume po bëhet fjalë ose për çka kemi të bëjmë. Mirë po, për shembull, në momentin që na vrem që diçka nuk po funksionon me neve ose diçka po na ngacmon, qoftë nga njerëzit, qoftë nga situatat ose rrethonat e përditshme në shtëpi, në punë, në ambiente ndryshme, atëherë kjo është një lloj sinjali ose një farë lloj alarmi se kemi të bëjmë me një traumë. Normalisht që trauma është përjetim, pra është përjetimi i një situate ose një ngjarje, qoftë një momenti ose qoftë diçka sistematike që ka ndodhur me neve, mirë po që ai përjetim do thotë gjithmonë ruhet në amigdalën tonë, pra është një organ shumë i vogël në sistemin tonë limbik, e që ato përvojat që kanë të bëjnë me frikën gjithmonë i ruan aty. Që kjo amigdala i shkon mirë pak do kujtime të mira me rujt çao puna kështu. Ajo e ka funksionin e vet për arsye se gjithmonë kur aktivizohet amigdala do thotë ajo na bën që na me luftu ose me ik, do thotë është një farë lloj mekanizmi mbrojtëse me na mbrojt neve